Miqtë mi të dashur, mirë mbrëma dhe përshëndetje, mirë se po takohemi në realizimin më të ri të emisionit të rreth krijimtarisë në Radio Televizionin Fontana. Siç e dini që ashtu shpejt kalojnë javët, muajt, viti dhe marta po vjen shumë shpejt. Mirë po, edhe që po vjen shumë shpejt, gjithmonë jam në realizim të emisioneve çdo herë më të mira, ndoshta se ajo që kalon dhe ajo që vjen. Pasi që ne kemi një estradë të gjerë, e cila po sjell shumë çka muzikë të mirëfillt shqipe në tregun ton, dhe faleminderit të gjithë atyre që nderojnë studion ton dhe emisionin rreth krijimtarisë, ku gjithë secilit që i bëj ftesë me përgjigjet me një po dhe me një po të mirë. Andaj, sonte kam një nder të veçantë dhe një kënaqësi se në studion e ka nderuar një këngëtar i ri në moshë, por që premton shumë për muzikën shqipe dhe për estradën shqiptare, që të jetë në mesin e tyre, ndoshta të jetë edhe më i miri, pasi që edhe ka arritur të jetë i miri. Në studio sonte kam Mehmet Osmanaj, apo Meti, siç thirret. Mehmeti do të shpalos shumë çka rreth muzikës, rreth projekteve, por më saktësisht një projekti të cilin ka goditur me të dhe është një projekt shumë i ndëgjuar dhe i cili e ka sjellur ndoshta aty ku synon tjetë, por gjithmonë me punë edhe me angazhime. Për të gjitha këto do të flasim bashkë me Meti në studio. Meti, mirë mbrëma, përshëndetje. Mi mama, mi së gjitha, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke gjetur kohën dhe që ke rrugtuar, sepse ti je prej një vendi pak më të largët se sa rreti. Unë jam nga Mitrovica, jetoj në Mitrovicë. Për ata vëzdesha që të prezantoj për të treguar se Meti është nga Mitrovica, pasi që thash na njoftosh vetë për pjesën se si është jetosh, si e sheh Kosovën, Mitrovicën, normal bashk, por sa e ki pak të mundishme ndoshta të bësh një rrugtim. Po normal, se vendi jot është ma i mirë, ma i qetë, ma njësh ma mirë, ama edhe kështu mirë është. Kudo që shkoj, domethënë, kaloj mirë, më presin mirë, më respektojnë, i respektoj. Do nina lirë, kudo që shkoj. Meti, je i ri në moshë, por premton shumë për muzikën. Diçka për jetën tënde dhe për fillimet e tua, se qysh ka ardhur ajo dëshira jote për muzikën tënde. A ka qenë një frymëzim ose një shtytje prej dikujt familjes, apo kështu ka qenë ëndër e jotja? Po, tash, qysh me thonë, unë e kem edhe si tradit muzikën. Po. Do me thonë, me muzikë është mirë gjyshi, babi, vllai, tani unë, do me thonë, jem, do me thonë, ketë me muzikë që jemi mirë, Familje, do me thonë, familje gjithëpërfshirëse. muzikantë. Muzikantësh, okej. Çka të pëlqen më shumë ti në muzikë? Çka performon më së miri ti, ose që e don më shumë ti? A jeni anxhasoni pak me Ilberin apo? Unë performoj, do me thonë, çdo këngë, çdo zhondrin popullore i performoj krejt këngë, të kupton, këtë më pëlqejnë, krejt muna mi këndu normal live, jo playback, ma shumë live kënaj të gjithë. Mirë. A ka një kujtim të veçantë nga hapat e tu të parë, kur ti e ke prek skenën edhe e ke prek tregun muzikor? Normal, tash çdo fillim është i vështirë,
për çdo kanun, jo vetëm për mua, po për çdo artist ose për çdo njerëz, është fillimet janë të vështira, po kur të kish një përkraje nga familja, po edhe nga vllai Emil Beri, që më ka përkrahur çdo moment, çdo sekond, në stop, edhe e kom bërë më të kallajshme, kupton, qysh me thonë, ma ka qelë rrugën edhe e kom pas ma let me vazhdu mas tina. Mirë, do me thonë, mu më ka përkrahur në stop familja, i falenderoj gjithë, në stop falenderimet janë të veçanta për familjen tem, për vllahun tem, po mas shumë të falenderoj Zotin. Pikërisht. Që të mos harrojmë të cekim, pasi që me Metin e kemi edhe vllahun e Ilberit. Ilberi është një këngëtar shumë i mirë, ka një këngë dhe një muzikë që ta dën veshi, por edhe që mendoj që do t'jetë bukur gjatë në treg. Nuk ka muzika sezonale që është po ndodh edhe tash tek të rinjit, edhe shpresoj që do t'i ndjekësh hapat, pasi që e ke një rrugtim, një rrugë të hapune. Sa është Ilberi ndoshta kërkues ose sa pret prej teje? Ilberi, me thonë drejtën, pret shumë prej meje. Ndoshta më shumë si ai që ka dhënë diçka për publikun. Ai non stop më thotë, dush me punu, dush me kushtu kohë muzikës, është një punë, është një art që do të non stop me kushtu kohë. Do të thonë është që nuk lyp asnjëherë pauzë, gjithë senet të reja, gjithë me punu, aktiv me konë gjithë. Se përndryshin nëse nuk je aktiv, s'munësh me thonë se publiku ka qef me të po, çdo ditë, çdo muaj, non stop diçka sene të reja, kupton? Jo veç një diçka me bo një projekt ose një edhe mos stopit, kupton? Do non stop gjithë më flet që do të me konë gjithë në rrjedha. Pa mu parasysh a dhezin, a nuk dhezin, a hec s'ko lidhe, veç me ko aktiv, me të po populli, me të po publiku që ti je aktiv edhe ti e jep ato që munësh edhe që e din, kupton? Po, pikërisht. Për lidhjen që është vllau, padyshim, do me thonë kjo ka padyshim që ka ndikuar pozitivisht në rrugtimin tënd, por a keni zhandre të ndryshme apo shpesh herë jeni ndoshta edhe të njëjtit zhandër të muzikës, apo shpesh ty ndoshta baladat nuk është që i preferon me këndu, por qa menon Mehmet që për tregun muzikor është me dashur për publiku, një balad apo një këngë ma... Po tash, muzikë që i bojmë na, në artistat, do me thonë kjo është si mas sezona, kupton, për shembull gjatë verës si dhezin ma shumë, ngohen ma shumë këngë të atmosferë, se ndëgjohen nëpër dasma, nëpër ajenjë ndryshme, dimrit ma shumë balada, dimrit ma shumë vojnë shqiptarët. Atëherë, pasi që jemi në fillimin e intervistës dhe kemi shumë çka që do të bisedojmë bashkë me Metin, por dua që qysh në këtë fillim të intervistës të merrni pak një energji pozitive dhe të ndëgjoni një zë briljant të Mehmetit me një këngë të cilën e ka lancuar dhe një projekt shumë të bukur, por dhe kënga e cila besoj që ka qenë një këngë të jetë e ndëgjuar dhe e bërë hit, të them ashtu, dhe ose e bërë viral që po thuat, do ta ndjekim këtë këngë Pishmanlike ka Mehmeti, apo Mehmet? Po, Pishmanlike. Edhe kur të kthehemi pasi ta ndëgjojmë këngën do të flasim me Metin se kush ka qenë ideatori i kësaj këngë kaq të bukur, realizimin e projektit e shumë çka tjetër. Mirë, po ta dëgjojmë pikë së pari dhe do të vazhdojmë bashkë bisedën me Metin. Kuje oj Pishmanlike, që m'kelon para do dite. Kuje moj ty t'pjo zemra, atë kam thonë mos luj me mjenja. Kuje oj Pishmanlike, që m'kelon para do dite. Kuje moj ty t'pjo zemra, atë kam thonë mos luj me mjenja.
s'unë bëjshe, tash po vun për mu. Qa u bo që t'unë rumenja, pa i vet me pranu. Ani me pëndën hala, kuku vete që i ke ba. Tini me jabën e vetes, e sot unë jam pati tjetres. Kuje, oj pishman bige, që m'kelan para do dite. Kuje, moj ti t'plos zemra, atë kam thonë mos luj me ndjenja. Kuje, oj pishman bige, që m'kelan para do dite. Kuje, moj ti t'plos zemra, atë kam thonë mos luj me ndjenja. Kur hesab s'unë bëjshe, tash po vun për mu. Qa u bo që t'unë rumenja, pa i vet me pranu. Ani me pëndën hala, kuku vete që i ke ba. Tini me jabën e vetes, e sot unë jam pati tjetres. Kuje, oj pishman bige, që m'kelan para do dite. Kuje, moj ti t'plos zemra, atë kam thonë mos luj me ndjenja. Kuje, oj pishman bige, që m'kelan para do dite. Kuje, moj ti t'plos zemra, atë kam thonë mos luj me ndjenja. Miq të dashur, i rikthyem pas këtij momenti kaq të bukur dhe dëgjimin e kësaj kënge. Met, do të flasim pak për realizimin e këngës. Pishmanlike, ideatori i kësaj kënge, kush ishte dhe sa ke hezitu me kënu, por sa je ndaj i kënaqur pasi që e ke këndu. Unë e pikës pore falenderoj studiomenin Blerim Hazirin, i cili e ka ingjizu këngën, e ka edhe të shkruesin Eden Sejdion, edhe për realizimin e videoklipit Adriatik Aslanin, cilë tretë e kam bo një punë shkëlqyshme dhe jem falenderus gjatë gjithë jetës për këtë bashkëpunim, për këtë projekt që kena bë bashkë. Sa keni pasur vështirësi që t'ja përshtatni atë pjesën e videoklipit, këngës, pasi që është shumë ritmike, keni ditur që të përshtatni shumë skema me këngën. Sa ditë keni punuar, si ka shkuar realizimi? A ka qenë i mëndim shumë, a i nervozuma? Po, normal, tash çdo punë është pak e mëndishme, po kur t'ja bën punën edhe nuk është orë pa dheze, pa hece, pa më parasysh. Pa dalë diçka që Normal, që biesh i kënaqur. e ke pos ëndër, apo pëtën. Me punën e teksteve me këm bashkëpunon? Po, kum bashkëpunu me Abbas Salmanin, kom pos një projekt me Edonin, me plot shtu. A ke vështirë që ta gjesh veten brenda teksteve? A ka diçka që është jashtë karakterit tënd një tekst, një diçka që ty përputhet me ato që ti e këndon? Me thonë drejtën, jam shumë i kapshëm të tekstet. Me njëherë, apo pëtën, ma nin veshje, më flan veshje, apo pëtën, e di edhe e kuptoj shumë shpejt. Nëse kam problem ko raste me të shkrustas, me studio, menat, me punuese, që pre fillime fëmija, do me thonë, i kam 11 vite karrierë, gjithë kom performu live, apo pëtën. Live. Edhe gjithë non stop edhe nuk e kom pas problem kërë. Është pjesa më e bukur që din ta prezantoj një këngëtar, kjo pjesa e prezentimit live, pasi që aty dihet tamam me të vërtet shpirti një artisti, por edhe talenti në muzikë. Unë po shoh shumë këngëtar të vjetër në stradën tonë, të cilët unë për vete kam pas shumë kënaqësi me i ndëgju, po kohëve të fundit ku po i ndëgjoj në përdasma live, me të thonë drejtën, po thëmë qysh pas na pa ndëgju tënë këto vite, një këngëtar ndoshta që ka qenë gjithmonë në përpunim të zërit të tij. Sa është e vështirë me që të krijosh
identitet muzikor që t'jesh serioz, ti përshtatesh pak tregut ose atyre çka kërkojnë klubet ato pasi që në jene moshë të re dhe besoj që më shumë ti interpreton nëpër klube. Unë kam mas pari, normal jam vetë i vetëdijshëm për që sillna me muzikën, qysh me publikun, ama non-stop vllau apo ton Ylberi e kam për kraje, e kam krah djath. Sa gjithë më thotë duhet me kon tip serioz. Punën kur shkosh me bë punë, shko bane krye punën tamam ç'është dohet. Mos shko me kry punën, veç hajt shkoj boj që të kënaj të kryj atë programin tam, ti kopi porët edhe të heci, po shko bane punën që për me thirra ja pet. Pikërisht. Apo kupton, jo veç çat herë, se ai domethënë ku me ata ku me të pritë e ketë, po ti dush me bë punën që për me thirra ja pet, me bashkëpunue, me lënë për shembull der hapun kudo që shkojsh. Po, me lënë përshtypjen. Me pas, me kon i sinqert në skenë, me nejt mirë, mos... Si e përjeton dashurinë e publikut? Je pak napa ndoshta më të ri fillestar, por qysh përjeton qatë dashni të njerëzve, e sidomos që sej këngës, që veç që ndëgjum, sa të kanë shkrujt, sa të kanë përgëzu ndoshta për këngën? Unë i falenderoj prej fillimeve të mia, që ja kom nisë me kënu, i falenderoj krejt, se gjithë më kanë pritë mirë, gjithë më kanë respektu, kur një fjalë që thojmë na ma të voglen nuk më ka fëndu kërkosh. Do me thonë, me këtë më kalu mirë, gjithë më kanë respektu si artiste, si këngëtar, si... Amo tash folëm ka del shpirti, se nuk du me la meritat vish veti, ma shumë edhe nështë 70%, 80% më kanë respektu unë kratë vllahut, që unë se harroj kur, falenderus gjithë jetës. Amo, pa mo parasysh, edhe pse e ki për shembull vllaun e të rrinë gati ose e njohin është ma shumë skill, ma përpora. Ata prapë kanë pritshmëri prej teje. Duhesh edhe vetë me kon pak, apo kupton, duhet me kon vetë pak i sinqert, vetë duhet me kon punëtor, duhet me ditë me respektu njerëz që mos sill me ta. Jo veç hajt, nuk, apo kupton, duhet me kon pak me shkur shqip me kon për tokë, jo me fluturu. Apo kupton, duhet me kon sa ma shumë, sa ma modest, me kon sa ma shumë njëri thjesht, sa ma mja vyt njerëz nga të veti, apo kupton, jo hajt bona op, dheza edhe, apo kupton, gjithë me kon gjithë njëjtë. Do të vish me menu veten, pa mo parasysh a ki 10 vjeta, 15, 20 në skenë, vish do të me menu veten gjithë ku je kon. Edhe pse ke arrit, për shembull, vish menu veten gjithë këtej 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet për mas, dije veten ku je kon, ku je ardhur, falenderoj Zotin, po falenderoj publikun se ti pa të dash publikut, unë s'isha kon, që ty ku jam shembull, ose një artist, po më parasysh. Jo, absolut. Do të falenderoj gjithë publikun, gjithë njerëz që i falenderoj gjithë, edhe për këngën e re që kom bo shumë suport, më kanë shkruar shumë, ka dhënë për kraje shumë mirë o konë çdo sen, i falenderoj krejt. A ki në moment pak që e mban mend ose që e ki pak që do të mbetet në kujtesë në performancë jotja në para publikut ose fillimi jot kur ke dal para publikut, cili ka qenë një moment ndoshta që do të mbetet kujtesën tënde që e ke përjetuar një emocion të veçantë, por njëkohësisht edhe që e ke ndjetë lumturinë më të madhen që me dal para një audiencë është Momenti më të vështirë, po thua më të mirin. Më të mirin që e mon kujtesë atë fillimin, kur ke dalë për para publikut. Më të mirin momente e përjetoj kur vllai im ka thonë një ditë më herët, nesër kena me performu bashkë. Do të thonë që e kom pas hëndër edhe me realizu me kënu live, mu po njerëz, apo kupton? Po momentin më të keqin e kam pas, që kur jam shku me performu, dytën herë, jam shku me babin, edhe, do me thonë, safety, aty në qatë vend,
Dhe më shku me babin edhe më shku pak si herët, tham haj shkojmë pim kafe, derisa të u shkova aty, hongra kullore edhe u bllokova krejt, edhe që kom i veten mas keq edhe mas siklet edhe po mirë. Çdo momentet Ajo është një diçka e papritun që edhe se edhe të nervozon edhe u nervozova edhe tani dola pi veti edhe kisha me performu s'pari herë aty apo po mirë. Gjithmonë këto mbeten prap sfidat Normal, jetës. siklete, Rrugtime, mbeten emocion, mbeten ato rrugtimet të cilat rrugton njeriu për të ndërtuar në të ardhmen dhe për të realizuar ëndrat e tina. Çfarë surprizash të presin ata që dojnë, ata që kifon ca ato, çka synon me realizu tutje? surpriza do të ketë shumë të mira, po veç tash po pres, masi që ke kong, edhe një herë falenderoj Zotin edhe publikun që ka dheze, është mirë, të ndëgju hala, Do mi alonat po edhe, rezultatin. po du me prit edhe pak, dhe se te ka për rezultatin tamam, Po. po tash edhe mas kësoj konge, po kam qef diçka që me godit apet, Po, jo, për shembull, kjo është gjithçka mirë në rregull, po du diçka me bë hala ma mirë. Apo kupton, jo me bë ma keq, se pikërisht. po Që të ato bësh për që shembull vondi po dëmë një sen të mirë, ti dush me munu tash me bë ma të mirë si kjo. Apo kupton? Jo ma se tani diferenca lun. Thënë këtë e paska këno mirë, këtë paska këno keq, domethënë Po, pikërisht. A ki me të një këngëtar të cilin mendon që të kish shku një bashkëpunim, ose një videoklip, ose që ngjason pak në karakterin tënd, por edhe që e ki ndoshta edhe të preferuar kështu cili do zhondër që është, mjafton që t'jetë diçka që ti e preferon më shumë të karakterin e muzikës po ti. qëre tash Kosova ka artista shumë, të Shumë, po. mirë edhe mirë kryejnë krejt, performojnë mirë krejt. Do me thonë, mas shumë të që më flenë në vesh, në zemër një këngëtar që ka karrierë të bujshme. është këngëtar, do me thonë që nashta 40 vitë në skenë, edhe nuk ro kur, s'ka pos kur, do me thonë, s'uro pi nivelit vet, pi tregut, prej është Ramadan Krasniqi, është një këngëtar që mos unë vesh të mi, do me thonë, më knaqën kur ndëgjej ato. Po është edhe, tash ai edhe pse nuk nën për shembull këngë popullore si na, është Adem Ramadani që, do me thonë, këngëtar se ai mo nuk E mboj mend s'ka. Ademin kur ka Një këndu. këngë shumë i vogël, do me thonë kur ka performu ai këngë kështu, po gjithë e kom dëgjue, kom po shef. Do me thonë, ketin janë të mirë, nuk po du me kesh kërkonin, se nuk jam kërkushi me kesh kërkonin, apo kupton, po ketin janë të mirë, po si Ramadan Krasniqi edhe Adem Ramadani, do me thonë, që mu më pëlqejnë. Që ti Si ke këngëtar. përcjell ndoshta edhe Që- prej Po edhe fëmijës kom përcjell edhe i kom dëgju që kam performue, apo kupton, janë qëta këngëtarë. Po ka këngëtarë të mirë, shumë. Po, kanë arritur që ta pasurojnë tregun e muzikës me muzika të mirëfillta që po i dënë edhe veshi kështu. Me të mos ki synim me dalë jashtë vendit. Yes, nashta një ku kum pos, që po tash kur e kum bo pak publikun prej veti, prej, do me thonë, Dhimet në shtaj. mëdhimet pak edhe karriera, se në qose edhe pse nuk kam dhez, për shembull, e kam ka gjë një karrierë, do me thonë 11-12 vjetë, me kënu është, ka gjë një farë karriere, nuk është ose vogël, po ase madhe, jo, po nuk muna, po pëtën se i kam ata njerës të mi, ata publikun thamë që më dojnë, më respektojnë edhe kanë qefu më dëgju edhe në për ahenjë që tyne në për... Po. A ke marrë pjesë në përdasma me ti? Po, Me Ylberin? edhe me Ylberin, po edhe vetë. Edhe vetë. Po, edhe me Ylberin edhe vetë. Ndash i knaqër? Mirë. Une, Nuk lodhesh? jo, për më lodhën, nuk të kalëzëve dhe më herët, unë jam, s'po du tash me flotëru ose më livdu ose me full, apo pëtën.
Po jam, do me thonë, këngëtar i live-it. Do me thonë, nuk e bëj hesab darsmen. Heq pa pikë, aty pa pikë probleme e kryeni darsëm, edhe pse ndodh për shembull korriku gushti është darsma gati ren, performoj çdo natë live, por nuk lodhna se vullneti edhe normal kur të kënojsh live disa vjet mësohesh edhe kur ta jep ai nalt, po Pikërisht, edhe është ajo dëshira ku njeriu dhe është kënaqësi me kënu live, se po performon çdo sen live. Apo kupton, po kur të ndëgjon ai live është dyqysh një ndjenjë më ndryshe. Do të thënë se të pija e për shembull çat këngë që e ke bë në studio e ke punuar krejt, po tash kur pja kryen edhe live, edhe nuk po diktohet shumë pak po diktohet prej apo kupton, edhe thotë ky me të vërtetë ka këngëtar i mirë se kështu edhe live kënon mirë. Është më lehtë me punu pikërisht. Si është të ardhmen e këtij vendi në muzikën dhe në rolin e muzikës? Çka ju ndu bori nia, apo shkojnë hapa tuaj ju? Po tash, me thonë drejtën, une nuk jam këngëtar, me thonë shumë me famë të madhe, se me shumë karrierë të madhe që me thonë adin. Nga njëherë synimet janë më të bukura se sa realizimit, i ke synimet mëdha, Ama, une veç kisha thonë, me thonë sa ma shumë live me performu. Në qofë se nuk do në kur me ra prej, do me thonë prej nivelit tënë, prej skene, do me thonë veç live. Live e është, do me thonë, gjdo sen që, do me thonë e knash publikun, veç live, veç i kështa thonë që sa ma shumë me kënu live. Ato që e din, ato që ta ka shu zëti, kënu live. E jo me kështu me playback, jo që nej sen, se ti mund është për shumë me performu një kong, 2 me playback, aja është, më në mdojë dhe mu nesër, mas nesër, edhe gjdo kongtarit, po sa ma shumë live. Njerëz e kanë kuptu edhe pe kuptojnë çka është muzika. Nuk mund është më për shembull me shkue me bo një publik prej veti me playback. Apo kupton? Njerëz tash pe kuptojnë, nuk mund është me thonë kur kujna mos pe kuptojnë, kur po kënon live është tjetër melodi, tjetër sen, kur është playback është tjetër atmosferë, apo kupton? Që e kisha thonë me punu shumë, me konë familjar shumë, edhe me respektu familjen, më mirë me muzikë shumë me punu, reklama sa më shumë i bo vetit, edhe me performu live në gjithë. Në gjitha. Atëherë me qenë se e përmendëm shumë shpesh pjesën e muzikës live, do të interpretosh diçka sonte për ne, pasi që jemi edhe në fund të intervistës, edhe e preferoj shumë që të pjesën e live-it, kur kam këngëtar të mirë të muzikës, edhe pranojnë me kënaqësi që me interpretu diçka një pjesë live, mendoj që ajo është guximi më i madh i një artisti. Më në pikë sportit, falenderoj ty për ftesën, Radio Televizionin Fontana, falenderoj gjithë, falenderoj shumë për respektin, për ftesën, po kisha thonë edhe kisha pas qef me performu diçka live për në grupe qartë. Okej, në rregull. Atëherë, pa pikë problemi, qatë e ki kamerën me metë, qatë sa ki mundësi, jo diçka... Me një pjesë shkurt, veç po të qef mi përshëndet. Në rregull. Që shkurt dola në gurbet, isha shumë miriv, ndoshta u me mësova, me jetun vetëmi, vetë pa mduhet, buk me ba, sofra mu poman, me kanë shpi, bash me nonen, zemra fort ma don. A gurbet, unë këtë ndryshet ka mendu, o majnan, e dashmjanan, unë lërk teje kam qëllu, majnan. Faleminderit. Mehmet,
Shumë faleminderit. Beson që nuk po du me folë, ma se më do këtë e prishi që të pjesë qaq emocionale edhe e bukur. Faleminderit edhe për ti, edhe njerë, për ftesën, për radio televizorin Fontana, faleminderit shumë. Jemi apet kismet, hera vtjera. Unë me kënaqësinë më të madhe edhe të kam bërë ftesë, pasi që je një talent shumë i mirë, një zë i fuqishëm që i duhet muzikës, pasi që s'po thëmë kur gjohë, pasi edhe ndëgjum atë pjesën e zërit tënd, çka ti je në gjendje me interpretu. Faleminderit shumë për kohën tënde, që ke gjetë të ndashëm çka me ne. Ne të presim me projektet tua të radhës, me këngë të reja, me shumë çka tjetër, mos u ndal, suksese në të ardhmen dhe ti prekesh majet e asaj që synon. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit. Faleminderit shumë me ti. Faleminderit. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe mirë takofshim.